Për shkak të mungesës së censusit në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, në 4 komuna, në Gostivar, Vrapçish, Qendër-Zhuvë dhe Mavrove Rostush, të dielën, ku në të gjithë vendin do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale 2025, në këto 4 komuna nuk do të votohet, por brenda 60 ditëve pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale, duhet të shpallen zgjedhje të reja. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në këto komuna në raundin e parë nuk u arrit pjesëmarrja ligjore minimale prej të paktën 1/3 apo 33.33% të votuesve të regjistruar, që është kusht për vlefshmëri të zgjedhjeve. Sipas njoftimit të KSZ-s, pjesëmarrja në këto komuna ishte me savion. Në Gostivar 33 presje 31%, në Vrapçish 25 presje 18%, në Mavrove Rostush 30 presje 31% dhe në Qendër-Zhuvë 21 presje 49%. Në bazë të nenit 132 paragrafi 2 të kodit zgjedhor, nëse në raundin e parë për zgjedhjen e kryetarit të komunës nuk merr pjesë të paktën 1/3 e votuesve, procedura zgjedhore anulohet dhe përsëritet nga e para. Sipas nenit 132, zgjedhjet e përsëritura duhet të mbahen brenda 60 ditëve nga publikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale 2025. Kësaj herë nuk do të vlejë më kushti për pjesëmarrjen minimale. Kjo do të thotë se i gjithë procesi zgjedhor në këto 4 komuna do të rifillojë nga e para dhe qytetarët do të votojnë sërish për kryetarët e tyre brenda afatit ligjor. Ndërkohë, raundi i dytë i zgjedhjeve lokale 2025 do të mbahet të dielën, ku do të zgjidhen kryetarët e 32 komunave dhe qytetit të Shkupit, ndërsa në 44 komuna kryetarët janë zgjedhur që në rreth të parë.